Nëse një duan pirës pinë cigare normale 5 vite, 10 vite, 15 vite, dhe po kalojnë në këto elektrikën se tash mushkrit fillojnë dhe pastrone, ka gabim sepse efektet negative prapa të dojen. Dakor, edhe nga kjo tjetra prapë do shkaktohen. Po të ka rastisme dëgju? Ideja pastaj jo gjithçka negative, po bie fjala për shembull, nëse marrëm kancerin e mushklive për shembull. Po. Kemi raste shumë dhe mu vim pacientë thotë doktor kam pi 30 vite, 40 vite duhan, s'kam kurgjë. Dhe është e vërtet që s'kan asgjë. I shef në skanera, i shef mushkrit dhe s'kan dëmtime të vogla të mushklive, por janë nuk kanë kancer, pinë 50 vite duhan, 60 vite duhan. Dhe s'kan asgjë. Po për shembull cigara elektrike është diçka e panjohur për neve. Nuk e di çfarë na pret pas 50 vite. Është vitet e fundit. Dhe ki persona të tjerë pastaj që nuk ka pi duan, nuk ka konsumu alkohol, nuk ka konsumu substanca ndryshme, jeton në një ambient, në një natyrë, në një vend ku nuk e ka bie fjala obiliqin ose hanin e lezit atje, dhe prapë është një kancer të mushklive. Do të thotë jo gjithçka vjen nga jo. Absolutisht është shkaktari kryesor, një prej shkaktareve kryesor. A mund të evitohet? Patjetër që është një prej atyre veseve të këqija që ne mund t'i kontrollojmë, mund t'i evitojmë kur dojmë, nëse dojmë pim, nëse s'dojmë s'pim doan. Ka person që thotë s'po mu i talot duhanin, ajo është kot, pastaj është fiksim psiqik, të cilin ti me pak ndihmese e te i kalon edhe ato. Po, pastaj të gjeneratat e reja që ta kolegu, këtë është bërë trendi pastaj me dalë me pi një kafe, me një cigare, me një zi, këtë hesapi aty më sa. E vërtet, është kot. E len këtë cigare, pina të cigare nuk është që ke bëzë gjedhet mirë. Po. Që thonë, po pajtomi që edhe një radha tjetra janë të dëmshme sa i përket shëndetit, pavarësisht se tha doktori që jo çdo rast që pindohan mund të diagnostifikohet me smundjen kancer të mushklive, ka edhe të tillë që s'kan pirë asnjëherë, por kanë qenë DNG pasiv që kanë nga ata ti që pinë, por një gjë këtu duhet të intervenoj institucioni shtetëror. Sa i përket marketingu që është bërë cigares elektrike ka qenë shumë i madh. Që ku e kena pjarin, kolegën vitë 50 Marlboros e 60 që vëndë 70. Ku kena edhe personin e pjarit i cili pe bënd veten pjari, bënd veten e shishmën senën e keqme e bo, mirë po qa mendoj one, në qofë se ishtë dasht mu konstatu dhe është e konstatu në aspektin shkencor që është i dëmshëm, spaku këto cigaret elektrike ishtë dasht të shqitësi i cili e shet atje në shqitore, me bani test të veçantë, nëse dojmë të arruajmë shëndetin e të rinjeve tonë, se është e pa mundë në qofë se i lejohet me ble për mbi 18 vjetë. Ta bëjmë një standart që të 25 viteve... Po më duket edhe nuk janë të leju me të shqitën në Kosovë. Jo, ato e shqitë gjukënë. Ato i shohëm, po më duket nuk janë... Unë me ndoj që ishtë dosht mja o kërku letën e fësime, ishtë dosht me boni listë të veçantë institucionë shëndetësore, që të më thojmë politika do të ketë përgjësi të shkën të